Gëzoj, Hygerta më falë, të përgëzoj për gjithë drejtësinë dhe sinqeritetin që ke treguar këto ditë me Bian, qoftë me Lindën, më ke pëlqyer shumë. Faleminderit, Olta. Faleminderit. Po, sinqerisht, nuk dua të tregojmë tani oportuniste, po nuk është se kam ndërmend të krijoj një pol, edhe pse e di që ndoshta është mirë për këtë lloj formati dhe këtë lloj loje, po unë dua të rri me njerëz që ndjehem mirë edhe që ndaj të njëjtat ide, çfarë nuk më rri, nuk më kalon poshtë. Do flasim pak më vonë për këtë. Okej, në Do flasim pak më vonë. Po, mire ka dhojta. Hygerta, pra, kush janë ata njerëz me cilë nuk do të rish? Për momentin. Me londrimin, kjo është e sigurt njerë. Për mua është pa karakter fare, është një kloun, që do thjesht të argëtoj njerëzit, po karakter nuk ka. Edhe ja kam shprehur. Me gjithë të tjerët, rri, qesh, sigurisht që tani do kaloj koha edhe do ndahemi pak, edhe do zgjedh të rri me disa më shumë, po përveç londrimit me gjithë të tjerët jam Megjithatë, sigurisht që londrimi në këtë rast preferoj që të heqi gështenjat me duart e të tjerëve, por shashkën e hodhi në tavolin aty në sy të gjithëve. Pra, nuk është se mor... A ka keq që e bëri këtë, pra? Jo, mua më pëlqejnë njerëzit që edhe nëse gabojnë me siguri. E hodhi shashkën aty në tavolin, nuk e bëri pas krave. Lëndrim? Ka sigurimi o ta se filloni dritet buza sipër me lezohet direkt. Lezohet direkt. Sa e thua, filloj dritet buza. Ju lutem. Dikujt ti që mund të përballojë nuk po mundemi ju dëgju gjithëve njëkohësisht. Hygerta tha, çka ishte ajo që ikën, Hygerta, se nuk e ka pa. Filloni dritet buza e sipër me nuk e kontrollon dot, kur ka emocion, kur ka pasiguri, buza e sipërve fillon i dridhet dhe nuk e kontrollon dot. Dhe në atë moment, unë ja përmend edhe ai